Zonja Zotri, përshëndetje, jemi këtu në episodin e radhës të Garage Lock në sezonin e 3 bashkë me Gencin. Mirë mbrëma. Si u kemi? Shpresoj të jeni mirë sepse ne jemi top fare. Për më tepër që ne sot kemi të ftuar një personalitet muzikës shqiptare. Mi qëra lafi, mësove me atë mikrofonin, a? U mësove mirë me atë mikrofonin. Bukur, tash herën e parë nuk e kisha mikrofonin. E kisha harruar, herën e dytë që e kanë makinë, mund edhe ta kisha marrë, po lezetoj kështu. Si këngëtar latin. Zonja Zotri, sot kemi një personalitet muzikës shqiptare dhe ne jemi shumë të nderuar që i ka ardhur këtu në studion tonë. Shumë të nderuar. Për më tepër që e dim shumë mirë që nuk parashkel nëpër studio televizive, as për intervista, as për gjysëm muhabeti, po themi, siç është edhe podcasti. Kjo është studio televizive. Pikërisht. Studio podcasti, kështu që. Ne vlerësojmë shumë që këtu pranë nesh na ka ardhur profesor Alfred Kaçinari. Faleminderit Profe, mirë se erdhe. ftesën, me kënaqësi. Shumë faleminderit që erdhë. E kemi prit këtë ditë që të na vije dhe Ne kemi qenë sezon të parë që mundohemi që t'ju kishim ftu. Por Kemi- fat mirë erdhi dita. kemi shkruajtur profesor. Po. Renisi i Rumi, ka e dia i kurit. Është i Për zonë. shkak të impenjimeve, nëse më mirë vonë se sa kur. Kështu që profe, mirë se erdhe, si ke qenë? Mirë se u gjeta, faleminderit. Je lodh? Mirë. Ja, lodhemi, shplodhemi nuk. Më mirë lodhemi se sa kur jemi të shplodhur aty është problemi. Po, kur lodhesh? Kur lodhesh ke të shkon mendja kur do bëj pushim, domethënë thu që më se u lodha. Vjen periudha pushimit nuk është. Ti s'ke qenë asnjëherë kështu i frenum, kohët e fundit vetëm je tërheq pak me sa diun. Jo, më ka goxha kohë. Se nuk më duken fort të arsyeshme me harxhu, po me. Pastaj njerëz s'para kanë qef me një gjuhë shumë, kështu që tash i vet dëgjojnë. Po Me ta zhvillimet teknologjike, madje vet dëgjojnë veten. Edhe kështu që më mirë shohim ato punët. ne flasim shpesh në podcastin tonë, ka plas një egocentrizëm kohët e fundit sa që s'ja vlen fare të merresh me to, me thënë drejtën. Sidomos në artin shqiptar. Ajo është, si më thonë, e reja kësaj periudhe kjo është, që njeriu kënaqet duke një gjuhë veten. Edhe fillon dhe i duket, nuk e ka ditë se ka qenë kaq i ditur, ka qenë zgjuar, po, nëse kështu, çdo kohë ka të vetat. Tamam. Edhe teknologjia bëhet vetëm. Po, patjetër. Nga një herë ndihmon artin, po nga një herë edhe bën më pak praktik. Varet si përdoret. Po. Ja në dy për shumë në rremene, sikur po bëjmë podcast. Ne na rrejmenën. Na rrejni qik, po hajtë. Sa të rrim kohë, do dalim të paktën aty në ekran njerëzve, në ekranin e laptopit, telefonave. Do t'jesh i qik i angazhuar. Me që jemi tërheq të dy edhe nga muzika pak, për arsye të tregut, i cili nuk ka një shumëllëshmëri, ka vetëm një lloj muzike. Kemi zgjedhur që të tërhiqemi pak të dy edhe unë edhe Renisi, në fakt. Nuk e di është gabim apo është mirë, profesor, nuk e di si e mendon ti, domethënë, çfarë do të bëjnë artistat si puna jonë, të cilët mbështesin gjithmonë Shiko, një lloj rryme. Tu të shik, vetiu muhabeti vje e bëhet serioz. Mendimi im është që një grup i madh artistësh, e kam fjalën sidomos për juve që jeni se këngëtari është në ball. Po, është frontmeni, po, është tamam ai përballë publikut. Një pjesë e tyre spaku me ato me të cilët un kam lidhje, kam punë, kam bashkëpunim, kam dhe miqësi se për shkak të punës. Po. Sakrifikojnë shumë. Dhe le të themi konsumatori i qoftë edhe i kualifikuar, nuk ka idén as idén më të vogël të sakrificës që bëni, sepse secili për ju shqetruj profilin e vet refuzon shumë. Me refuzu nuk është që ti refuzon një muzikë cilën e dëgjon për qefin të ndarke. Ti refuzon punën. Po, me drejt. Refuzon Të ardhurat, edhe të ardhurat financiare, le të themi, po. Po, do të thotë që ti duhet të lodhesh shumë pasaj për ti kompensu një rrugë tjetër. Edhe gjithë ky refuzim bëhet në emër të ruajtjes një standardi që secili për jush mendon që duhet të jetë i tij. Edhe sakrifikon, si thush, një aspekt shumë të rëndësishëm tjetës vet, që është jetuarit pak më mirë, po, patjetër. Bëhet fjalë për Po. mos mendoj njerëz se për shkak flitet.
Tu po të fjalë gjithmonë për masa shumë vogël, bëhet një sakrificë shumë e madhe për ta ruajtur këtë gjë, secili për ju shembull. Po, e drejt. Në këtë aspekt mendoj që kjo gjë nuk është e vlerësuar për publikut. Jo vetëm përpara se të vlerësohet, nuk është e kuptuar, nuk është e ditur dhe po ta dinë prapë nuk do ta kuptojnë. Ende. Kështu që unë e vlerësoj shumë këtë që bëni ju, jo vetëm ju të dy, po dhe shumë të tjerë, shumë. Po, ti ke dhe djalin, ke Gjergjin për shembull. Për të ruajtur një standard, një figurë të vetën. Edhe sepse një pjesa më e madhe e publikut spaku atij për cilin jemi ne të interesuar, le të themi arti dhe muzika specifikisht i duket si diçka punë qepi që njeriu mund. Nuk e shohin si punë, domethënë, se shohin fare. Nuk është problem, nuk e shohin si punë. Ato nuk e shohin si një pjesë shumë të rëndësishme të formimit të tyre. Ja kuptoj. Këtë nuk e kuptojnë, Po kjo është, le të themi, ky realitet këtu jetojmë edhe tash çfarë më thon. Unë nuk mendoj që duhet më u tërheq, duhet më ngul kom. Aty ku jemi ngul kom. Ato të vetën duhet më ngul kom, sepse nga tërheqja nuk përfiton gjë. Nuk arrin gjë duke u tërheq. Mund të arrish duke insistuar qetësisht në bindjen që ke, në ato synimin që ke. Se nga e tërhequra në vetvete nuk përfiton gjë. Tërheqja që kemi bënë ne ka mas shumë sprovave, të them drejtën. Kështu që ne jemi tërheq sepse kemi bos prova dhe vetbesimi. Po na bëu kështu sikur kemi dalë në pension. Jo, s'kemi dalë në pension, po them nuk kemi më ato tërheqje, po. Domethënë tërheqje. Jemi në mbrojtje. Tamam mbrojtje. Po është bë mas shumë sprovave. Prit kundër sulmit. Ka mas shumë sprovave dhe ne jemi përpjek domethënë me kalimin e kohës të bëjmë shumë materiale që të shkojmë të përthithemi nga njerëzit, por në fakt futet edhe mungesa e vetvlerësimit në këtë mes. Normalisht nëse ti nxjerr një këngë, nxjerr një material këngë dhe njerëzit nuk e përthithin ashtu sikur ti mendoje, pastaj mos e prit atë. E di. Kjo do të jetë maksimumi në fakt. Ajo nuk do ndodhi kurrë. Kurrë ndonjëherë, të paktën sa të jeni ju gjasë po. Po dhe ju edhe mas jush, ajo nuk do ndodhi ndonjëherë. Shikoj, publiku nuk duhet marr kurrë si referencë, kurrë. Është gabim më i madh. Ato që dalin pastaj bëj dy këngë se do fitoj kaq, ajo si më thon e lejm tregtin, nuk po flasim për tregtin. Unë nuk merrem me nuk di të bëj atë. Nuk e njoh, si më thon, respekt për ato vin ka ekspertë të tjerë. Thirr një tjetër edhe ju lajn tavën. Po. Unë tash po flas për atë që di. Publiku nuk mund të merret kurrë si referencë. Tash mendo, ti ke një formim tënd, ke investuar kohë, ore mira, qindra mira orë për të arritur, dhe tash ti për të bërë diçka duhet të mendosh se si e do ai. Nuk ka lidhje fare ai. Jo, ai nuk është normal. Unë kam një gjuhë një herë këtë George Michael para shumë vitesh kishte dalë një i jep të raj këto një audiencë shumë me i sallë zakonshme. Ishte ai duke fol aty dhe një 200 veta, mund të ishte student, nuk e di se ç'ishte. Ishte masterclass. Apo thjesht bisedë. Kur bisedë. I bëshin pyetje. Edhe pyeti janë tha kur krijon tha ke parasysh publikun? Jo tha, po të kem parasysh kërkesat e publikut kur krijoj do bëlloj plera. Kështu ishte thonë, i buni pik pap, nuk e zgjati më tha pyetja tjetër, si më thon një injorim total shumë i qartë. Po. Po flasim për artistë shumë të mëdhenj botës, që kanë arrit për masa shumë mëdha. Ato nuk i kanë arrit vetëm me muzikë, ato i kanë arrit me shumë, si më thon, me kompleksitetin e formimit të tyre. Kështu që, si me thonë, në mënyrë absolute nuk duhet marrë parasysh kërkesa publiku, sepse atëherë le të bëj publiku muzikën edhe ne muzikantët të rrimë një gjëve të kështu. Ashtu vi. Po prove, kemi dilemë, ose më saktë ne kemi bindjen tonë, po ta konsultojmë dhe me ty, ç'mendim ke për shembull. Bota i ka profilizuar si kompozitorët, si këngëtarët, bendet e tjerë, dhe tu në Shqipëri, paktën disa përpiqen që ta bëjnë këtë gjë kjo që po diskutojmë tani. Po nga krahu tjetër, tu në Shqipëri duket si gjë e mirë kur thuhet për shembull që ky i knot gjitha rrymat ose kjo i knot gjitha rrymat. Është mirë kjo gjë? Po sigurisht që dikush mund t'i ktoj
të gjitha, po se cilën siç e këndon dikush, këtu është problemi, se jo vetëm ke këndimi këngëve tjera, po edhe ke krijimtaria vet. Një herë bë popullore, herën tjetër bë rock. Edhe ke ajo nuk mundet, sepse unë mund du edhe di me bë popullore. Çfarë kemi bë gjithë jetën tashmë dhe bile ka pas që i marr goxha edhe me popullore. Po nuk kanë sensibilitetin të atij instrumentistit, si më thon, që është tipike asaj lloj muzike, nuk e arrin dot kurrë atë. Kështu që në fundit profilizimi është ai që ngelet, nuk ka. Se shpesh ndodh kjo është. Po mirë, ka njëri që varet për çfarë niveli pretendohet kur thotë që i bën të gjitha. Se nuk mund ai që i bën të gjitha, nuk mund të konkurrojë me ato që i bën specifikisht vetëm atë stil. Po flasim për të mirë, nuk po flasim që të marrësh një që është i zakonshëm, sigurisht. Po një që është i profilizuar, që është ka arrit majat në stil, nuk mund ta konkurrojë një tjetër që i bën të gjitha. Nuk kështu mendoj. Tash mund të ketë raste kur janë super talente që se ka jo që të bësh një stil muzike, s'para herë ti duhet të jesh i formuar me atë. Shumë e drejtë. Se le të themi në mënyrë banale shumë mirë, po marrim neve, po ulemi të tre, po marrim një muzikë, po mësojmë ç'të bëjmë stil kubanez. Okej, ku e ka ajo, nuk e ka në levare theksi, nuk e ka, po kuptojmë veçanëritë e stilistikës dhe po ulemi, po e bëjmë. E mas një muaj do e marrim vesh, po lexojmë edhe ca libra, por ti s'mund ta bën, nuk e bën dot kursin një kubanez, se nuk ke atë ndjeshmëri, s'ke shumë e drejtë. Formimin e du. Eksperiencën, se ke prek. Si puna e bluesit në Amerikë, se do po do të kesh sensibilitet. Ajo është. Unë kam një një herë para shumë kohësh Lucio Dalla, kur ishte gjallë, Lucio Dalla muzikant shumë i madh, përveç se këngëtar, shumë i madh. Edhe ai kishte kështu elemente jazzi muzikave, sidomos kur i bite klarinet se kështu, se shfutet kështu edhe e pyetja ai po ju tha, si më thon, njëfti jazz, ai tha shikota. Ne evropianët tha me e njoft është një gjë, po ne nuk e ndjejmë tha jazzin tha. Po, e drejtë. Unë kam studiu tha vërtet sa kohë, po ato thjesht më shërben nga herë unë i përdor si element teknik tha, si më thon. Po s'mund ta kem kur tha ekspresivitetin. Një italian tha ndjeshmërinë tha siç e ka një amerikan jazzit. Kështu që jazzi tha kur nuk do të jetë Evropës, kështu thaj, se nuk e kanë ndjeshmërinë, tha nuk kanë atë kulturë, si më thon, nën stres, subkulturë, shtrezime të poshtme. Siç e kanë italianët vetë me muzikën italiane që është pa realizueshme ashtu siç duhet. Nga të tjerët, po them. Profe, je lodhi qik, ke ca vite që po merresh dhe me festivalin e kombëtar të Kosovës. TRTK-s, televizion e Kosovës. Ishte viti i tretë, ato para 3 vitesh kanë filluar. Po pra, ka 3 vjet që ka filluar. Si duken prurjet, si duket mentaliteti? Po mirë më mirë, sigurisht ka diçka që një festival që është në edicionin e tretë nuk mund të jetë i një llojit me një festival që është në edicionin 64, sepse diferenca shifrave është shumë e madhe. E festivalet s'paku ky IRTSH-s, po ngadalë dhe IRTK-s janë një kuptim institucione në vete. Si më thon, festivali është një institucion, mbrenda të televizionit shqiptar është një institucion i cili ka mënyrën e vet se si procedon, filozofinë e vet se si punohet, sepse ka shumë vite, ka standardet e veta që janë shumë të rëndësishme. Standardet në shumë gjëra, standardet në organizim përgjithshëm, standardet në sjelljet e njerëzve, standardet muzikore, nivelet muzikore, në gjitha këto gjëra dhe ato realizohen me vite duke krijuar eksperiencë që kushdo që të vi, vërtet mund ta, s'po flasim ta ngrej nivelin shumë mirë se të vinë ato që ta ngrej. Po edhe nëse shkojnë dhe po themi që, si më thon, du ta ul atë nivel, unë nuk mund ta ul më poshtë sepse nuk të lejon institucioni vet. Si më thon, unë vi këtu, nuk mund bëj këtu çfarë du. Unë mund ta, si më thon, bëj diçka që s'du ta bëj me sjelljen tim, por deri me një far pike. Nuk mund të kaloj teja sa. Sepse nuk të lejon e gjithë ajo. E gjithë kupola e evenimentit. Ajo strukturë, si më thon, intelektuale, strukturë institucionale që ti dalësh jashtë tyne le të themi kufizimeve pozitive.
E këtë aspekt edhe Radio Televizioni i Kosovës po krijon, si më thon, standardin e vet, po krijon eksperiencë, duhet kriju precedent, precedentet janë shumë të rëndësishme. Patjetër. Po me ana Bile këto profesionale. juristët kur s'kan referencë një ligjore, shohin kush ka pas një precedent. Po, Dhe patjetër. precedenti pastaj kthehet si pikë referimi, si më thon bëhet si ligj. Ja kuptoj. Nga ana profesionale besoj se janë në të njëjtin nivel me muzikantët shqiptarë të Shqipërisë. Po, sigurisht se ne kemi shumicën i njohim, që po. komunikojmë, shkojmë vim, nuk është që Patjetër. E ndjen Kosovë tashmë që kanë një tjetër festival kombëtar dhe duhet fokusohen ka i vetë tashmë dhe jo ke i rrëtëshës Shqipëria, apo akoma është do kone vetë kjo gjë sot. ajo do të vet. Unë di nga Florenti që është kolegu im që më ftesë, është drejtor artistik i këtyre 3 viteve, më ftesë aty unë shkoj atje. Po. E që këtë vit ka pasi më thonë një sasi prurjesh, këngësh i pretendojnë me hyrë në festival shumë më të lartë se 2 vitet e para. Sigurisht ai do shkoj duke grumbullu vëmendje, si më thonë, duke u kthy një pikë graviteti gjithnjë më të rëndësishme atje. Jo, është gjë shumë e mirë që është bëj festival, sinqerisht, një festival kombëtar i Kosovës. Gjë shumë e mirë, edhe për artistët kosovarë, cilët nuk kanë dhe dëshirën dhe mundësinë për me ardhur në Shqipëri për me konkuru për shembull festival të madh. Megjithse synimi i festivalit tonë të madh, nuk e di se si e kanë ato këtë punën e Eurovisionit, domethënë e shohin si Jo, ato akoma sepse me marr pjesë në Eurovision duhet me qenë Eurovisioni siç e di. Është festival që organizohet nga Organizata Evropiane e Radio Televizioneve Publike. Kështu që ai që përfaqësohet nëpërmjet Bushpepës është Radio Televizioni Shqiptar, pas Radio Televizioni Kosovës. Që do thotë që nëse nuk je antar Radio Televizioni i kësaj organizate, ti nuk ke të drejtë marrësh pjesë në e synon ky festivali i Kosovës, e synon që jo, ato duhet bëhen pjesëtarë, Televizioni i Kosovës duhet bëhet pjesëtar i EBU-s. Po. Po pastaj të ketë drejtën. Automatikisht ka drejtën për me marrë pjesë. Të bësh pjesëtar i EBU-s duhet të jesh i njohur nga të gjithë shtetet evropiane që bëjnë pjesë. Nuk e di se di këto si janë këto. Kështu që janë disa shtete, duket Spanja se ka njoft Kosovën Republik, janë disa shtete që nuk e kanë njoft, domethënë do të jesh pjesë. Nuk e di nëse kjo është më politikë se kaq me fjalë. Po politikë është, them drejtën deri ti ku unë që e kam pasur mrena Eurovisioni është. Edhe kur shkova atje domethënë she ndjen atë politikën mrena artit. Ku këto pjesë të votime këto gjë. Votimet e gjërat, gjitha ato. Ai s'është politika, është geopolitikë komshish. Tamam. S'ka lidhje fare. Është çokash. Po punë çokash. Qoka evropiane. Si duket festivali kombëtar sot kur e krahason me, po dëgjon, vitet 90 ndoshta. Po ka orkestrën, sot ka orkestrën. Orkestra është. Çuaj muzikë, çuaj live po themi. Orkestra është magjia e festivalit, është. Jam pjesë aty, jam bashkëproducent bashkë me mikun tim të ngushtë, Shpëtim Saraçin. Si më thon qefi jonë është orkestra. Po ajo është kryesore. Pjesa tjetër më shkosha. Ku ka orkestrën festivalin e 50 mos gaboj. 50-in ka hyrë. Që i bie para 90, 91 Ka është me 14 vjetësh. Sa vite është bë me playback, se më ajmen? Është bë, shiko, me playback ka filluar para 90-s. Para 90-s, ë? Po pse filloi para 90-s po? Çfarë ndodhi? Teknika mbas. Se domethënë është rënë standardi në një farë mënyrë. Teknika ka qenë e njëjta me ato që ka qenë gjithmonë, edhe përpara. Pse është bë atëherë live? Po ajo epike e pal kundur e njëjta teknikë. S'ka lëviz fare. Tashti ndofta mund të ketë ardhur, se unë nuk kam qenë aty në atë herën në televizion se ashtu ishte muhabeti. Kishe i punë. Kishe i punë, po. Edhe nuk e di se pse, kush ka qenë arsye, po ndofta një arsye mund të ketë qenë, po mendoj, kjo ka qenë arsye shumë e fortë spaku mas 92-shën e përtej, gjatë kohës që kam qenë aty, se kemi diskutuar këtë gjë. Ka qenë, si më thon, konfrontimi me nivelet larta të muzikës perëndimore. Kuptoj. Që vite nga kasetat në këto gjëra. Dhe pastaj ky festivali, ky i shkreti, duke si jashtë mode në atë periudhë. Me dhe soundin. Atëherë ishte në kushte kështu mos, si më thon, i marrum. Duhet konkurote me këto. Edhe kjo, nuk e di se çfarë kanë menduar ato që e kanë këtu mrapsh në, si më thon, 88, 89, nuk e di eksakt se kur, nuk e kujtoj tash. Unë di që për shembull 86, 87 ka qenë me orkestër, është direkt 88. Pastaj prap boi me orkestër, le të themi 89, 90.
edhe 90, por regjistrohej në studio me orkestër. Po. Regjistrohesh në studio dhe atje transmetohej e regjistruar edhe orkestra bote sigurisht playback normale, ana figurative jo. Por njëjtin problem. E njëjta gjë ka ndodhur në Sanremo. Se ju i që thotë 86-ën, Vasco Rossi që kishte këngën. Sanremo vite me radhë u zhduk orkestra. Dhe është bë playback total. Vetëm këngëtarin në qendër. Majmen. Pastaj u bë baza orkestrale me këngëtar direkt, karaoke. Dhe pastaj diku si karaoke, dhe pastaj diku nofta tash se kujtoj mirë, po mund të ketë qenë 86, 87, 85, nuk e di tash. Pastaj u fut orkestra totale. Po. U hoqën këtu gjithë, u bë komplet me orkestrë çdo gjë direkt. Ose mund të ketë qenë 88, nuk e kujtoj vitet se. Po e majme në 86 në Vasco, vetëm një herë që ka marrë pjesë. I njëjta histori është përsëritur dhe këtu vetëm se është fazuar me ca vite më mbrapa. 15 vjet po. Si gjoni gjona më mbrapa. 15 vjet mbrapa italisë mund të jemi një shumë më tepër po. Ti jemi 15. Jemi pas gjëna. Duket pak si rrend ai. Po pra. Po e po Vasco la kongën pra. U fut, kënoj vetëm strofën e parë. Ju la kongën kështu filloi, vetëm se nuk i vite mirë që ishte në playback, e ke parasysh? Për këtë arsye. La kongën duke hec, se hiku doli nga skena vetë, është i madh fare. Një herë ka marrë pjesë sa. Bravo. Bravo, lumt. Rebel. Por personazhi se Miki po bëj mohabet, që na kujtohet historitë vjetra, që ka qenë shumë i rëndësishëm për më bë festivali live total ka qenë Petrit Beci. I cili në atë periudhë ishte drejtori i përgjithshëm i RTS-s. Edhe ju tha që mund të bëhet shumë bile shpotimi insistote shumë, insistote në mënyrë kështu stiqit e dorë. Unë i thosha le më burr se s'bëhet. Jo, sepse kjo kërkohet një impenjim shumë, si më thonë, është marrë me vend që më marr për shembull me qira sallën e pallatit kongreseve, po themi sa më rretoshë është një 12 ditë mund të jetë më si më thonë 10 ditë më tepër, se kemi bërë shumë prova deri se neve nuk e dishim çfarë na prit, ky ishte problemi. E ishte hera parë, mas ka ishte hera parë po. Edhe u shtun buxhetet e festivalit shumë sepse duheshin pagu instrumentistë bendi këto janë ble vegla. Këto vegla që luan bendi të shijë, janë ble atëherë. Piano Yamaha, bateria, sintetizator, dhe shtimin buxhet për teknikën për servisin e për gjitha ishte shumë i ndjeshëm, si më thonë, rritë shumë buxhetin. E ti të besi të në regullë, do të bëjmë, janë bo prova, kemi bo prova, edhe jere ka që të bëjmë të shi. Se nuk dishim kush, si me thonë, sa kohë do kjo dhe gjithë, paktën të kishim kohën, të kishim elementin kohën në favor. Që të kolaudohet ta më. Po shumë mirë që u bo, sepse është gjoja më e bukur e festivalit. Pa tjetër, por ajo është kryesorja, ndërgjërat kryesore. Po, nga ana tjetër, pastaj, do të bësh një deal dhe me këtë pjesën e këtyre këngëve se tushit s'po them fjalë moderne, po teknologjike që po është ato ne kemi zgjidh shumë fillim teknikisht siç bëhet në Rema, në të njëjtën mënyrë, duke pas një pilot, ato instrumentet që janë palujshëm, le të themi arpeggiator, jonas, janë teknologjie kështu. Ato janë me bazë nga kompjuteri, orkestra lund, domethënë çdo gjë kemi garantuar që, si më thon, kërkuj mos i cënohet ideja. Por që mos të mbasi originaliteti. Nuk mund ta ka një gjë që tash thell, ajo kënga që ti bën. Kur luhet me orkestër, nuk mund të jetë e njëjta me ato që ti e ke pa një orkestër. Po, shumë e drejtë, po. Dhe ne shpeshherë, po gjitha herë të insistojmë kur bëjmë të transkripimin për shtatjet për orkestrën, kur nuk i ka ne përpiqemi të fusëm, i shtojmë. Që të marrë kuptim tjetër, ti pastaj mund ta nxjerrë këngën tënde në variantin si e do, si më thon, nxjerrë vetëm me 2 kitara. Nuk ka problem. Kurse aty festival do ta ketë edhe madhështinë dhe identitetin e festivalit. 50-60 vjet orkestra. Orkestra është fantastike. Ti shkon. Edhe në Sanremo e njëjta gjë është. Ajo çka del nga festivali i Sanremos, ka shumë raste që kur ti e ndëgjon këngën pastaj që ai këngëtari ka nxjerrë në YouTube që bën CD, ku ti nuk është tamam ajo. Është marrë, është bën një përshtatje për këtë. Për festival, po. Edhe asgjë nuk humbet, kupton? Janë gjëra shtesë, si Metallicat me SNDM-in për shembull. Po, le të themi, po, njëta gjë. Ashtu i kanë dhënë vlerë tjetër. I kanë dhënë vlerë tjetër komplet këngës. Normale. E njëjta gjë është bodha aty, e kupton? Sigurisht është këto, le të themi, këto kohët e prova, gjitha këto janë bledh goxha, sepse kur ke shumë vite eksperiencë, si më thon,
e ke Është pak bërë shumë e qartë se si do t'i kur ka qenë nga qaf kraba Tiranë Elbasan 100 herë, ti di ku ka kthesa aty rrinjonin që pisi herë ti do jo. Ti nuk ke mos, ke pse më unisi qyshore para se di rrugën, e di rrugën. E qartë. Po nga ana krimtarisë, profe. Si ka ndryshuar nga 90-ta. Këtë gjëna që mu më duken interesante janë këto të rinj. Është një grupi të rive se të rinjt konkurrojnë në grupën vetën festival, janë 10 të rinj dhe 18 të themi artistë të afirmuar. Big si që quajnë, që ka marrë pjesë festivalet më parë kështu. Edhe këto të rinjt kanë gjëna interesante, më të rriqin më shumë. Faktikisht, mos me qenë presioni që se pyetjet e përjetshme, cilët këngëtar këtojnë festival, unë po t'ishe përpunë i kisha po me 3 festival. Se festivali, fakt, sigurisht, mirë se të vini dhe juve, por është skenë që ku duhet dalin tentativa të reja, si me thonë, artistë të ri, përpjekje të reja. Edhe sigurisht ka dhe pjesën e vetë këto që janë të konsoliduar, se festivali tradicional njerë, si me thonë, është një pjesë e madhe e historisë muzikës lehtë shqiptare. Po të rinjt gjithmonë ngelen interesant se tentojnë diçka gjeni shtek tjetër, si me thonë hera rrin, herë përplasen me murin. Japin dhe pak modernizëm, domethënë. Po dhe tentojnë diçka tjetër, kupton, është një mënyrë tjetër e shikimi problemi, se është ku dion, është 18 vjeç, është 20 vjeç, është 17 vjeç, është nuk shef një të gjë që shohun. Patjetër. Po, në përgjithësi në ato vitet 90 flas, ta bëjmë më kështu më makro gjën, jo vetëm për për vitet 90. Po mirë, vitet 90 ka qenë vite shumë specifike, se në vitet 90 është bo kalimi, si thush, nga një epokë në epokë tjetër, deri ku dion fillim 2000 diçka kështu, pastaj sigur u fut në Ramon ndërkombëtare, edhe pastaj herë të shkoj kështu, herë të shkoj ashtu, që janë fazë normale. Në vitet 90 do tashi raporti i publikut me festivalin është gjithmonë, ti e di, e njëjtë mbetet i taka, ka qenë edhe i titull këngë kjo. Po desha me thonë që vlerësimi i jashtëm ngelet gjithmonë i njëjti. Festivali nuk është i bukur, këngët janë kot. Festivalet mirë ka pas përpara. Ashtu. Të shumë këto fjalë një gjoj sot, të shumë një gjoj. Festivalet mirë kanë qenë ato të viteve 90, unë të kam qenë vitet 90. Kurse vitet 90 thoshin çojnë këto festivale këngë bret mizerje, këngë kanë qenë ato përpara. Kanë dalë nga tradita. Postohen vitet ti vazhdon një gjë të njëjtën gjë, dhe kur kujtohesh prit mos e gjatë kam dëgjuar para 20-30 vjetëve. Vazhdon prave, duket është në një korr aty, se ai korri i tragjedive greke që i komenton edhe ai përsërit i kanë fut këtë kasetën, kanë qenë festivale, kanë qenë ato përpara kjo festival kot. Kjo më bëhet e përjetshme. Por ato kanë qenë festivale të rëndësishëm sepse spari një herë që ne kur të shi rimarim, i ripunojmë, i bëjmë, i zgjedhim për këtë natën e tretë që ka disa vite që e bëjmë, që është kjo nata e këngëve që i rikujtoni këngët e vjetra. Retro, si me thonë, rikthimet. Shohim që janë këngë shumë mira me struktura plota, si me thonë, zhvillimit këngë shumë mira, po shumë të mira. Edhe gjitha ajo periudhë ka bëjë që për shembull ajo që u shty shumë ishte idege, si më thon, i grup artistësh u shty shumë drejt muzikës rock, sepse ajo kishte munguar gjithë atë periudhë. Po. Edhe ka gjë që para se ka, si më thon, ju i dini vet, po muhabet po bën se kush e di. Kush e di në një gjë. Mund të jetë në një aty. Ka shumë atje. Shqyrë që i kemi. Tash muzika let përfshin brenda shumë stile, shumë. Kështu, ashtu, rock, pop, funky, ku dijon, R&B, jazz, ajde. Edhe mambo po deshe të Pa fund. Dhe, si me thonë, nga zhvillimi i gjithë ty në degve, zhvillohet dhe kjo. Si me thonë, në zhvillu si ka esë muzikale. Si me thonë, nga zhvillimi stileve. Tu stilet janë ndalu para 90, se kupton të që do me thonë? Të shi e ka mu si ma spjegoti. Si me thonë, që është zhvillu këtu? Jo, para 90-s me të vërtet, kanë qenë një stili që gjitha këngë, janë ndalu gjitha stilet. Po të kishte pak fare nuancë të një stili që nuk kishte. U priste ajo, kalote filtrin e parë, u priste më parë. Ti do tush ka pas këngë të mira. Ka pas këngë të mira. Sepse di si o punë. Puna ti, si me thonë, ti talentit si janë aldo të rrugën vëlla. Bo qatë dushti. Ai do e gjej. Nëse në atë kohë edhe janë dalë të. Jo, talentin vokal. Po së dalë dy tjerë. Se Gim Krajka ka bo këngë kërëve, për Gimi ka qenë fenomen, no? Krajka ka qenë fenomen, kur jo ka bo këngë Gim Prodani. Legenda më përridhët.
Po unë po flasim me thonë për zhvillimin në tërësi të stilit, zhvillime stilistike, stil Gim Krak apo të stil, me orkestrimet e veta, unë çuditës. E para si shkomene kështu, e dyta si s'ka frikë më dha. Po me mu të hysha mrejna për ata. Por 4 masa introduksion të këngës, para se me fillu kënga. Madhe. Por atë shkoshe... Se jam kurios, kush e vlerësot atë që ky motivi këtu për shembull është motiv perëndimor, edhe do ta dënojmë. Ministria. Po mirë, ishte një muzikante që merrte vesh këtu. Edhe kur e kishe mjell shtremut prasin, partia vlerësot edhe masën muzikore. Po çfarë thonë? Se do të jetë njëri që merr vesh nga muzika, thotë kush ka qenë ai që po mirë i ka hap grobën këtu në kohë. Po aty edhe po thotë ndonjë muzikant i thotë ai thuaj çik kështu, edhe ai ç't botë shkret. Katastrofë. Kështu që mas 90-s filluan të marr se tu marrë dhe zemër se u hapën gjithë filtrat. Nuk thotë më njëri jo. Filluan tentativat për me zhvillu secili sipas preferencës vet, për dispozitat që i kishte, si më thon dikush rock, dikush pop, le të themi pop alla italiane kështu, sepse shqyr zotit kena pas Italin Kashirski me pas Bullgarin, se atëherë do kishte pi drejtë. Tash vjen e fundit, nuk e di sikur na ka dalë Bullgaria për bë. Ja. Sikur na ka zëvendësuar Italinë. Zëvendësohet prap. Lujnë ato se Bullgaria marrë gjoba për lush tallavash, gjoba 500 euro. Periudhë që janë bërë këto zhvillime, se nuk është puna që ti jeni gjoni një këngë edhe e bën atë. Si më thon po le të them po kopjo. Është puna që ti do të ndru sistemi i mendimit valla. U do të ndru procesora, duhet të fuçet sa procesora të tjerë, më gjithë krijuesve. Edhe gjithë këto zhvillime këto janë graduale, do vite më bon, nuk është nuk do të ajo sot më nesër. Se po të ashtu shkollaj. Bëhet kollaj, bëhet i rrugë, gjej parë dhe bëhet, po shndrimet në mendsinë e njerëzve, në mënyrën e mendimit, shndrimet kulturore, vite nuk bëhen kollaj, s'ka lidhje me sa fond ke me bëj rruga, po me bëj pallat apo me kudion, me bëj diçka tjetër. Edhe gjithë këto vite kanë bërë pikërisht këtë gjë. Po fatmirësisht janë krijuar dhe kanë shumë të mira që si më thonë vazhdojnë njerëzit i një, dhe thonë tash nuk o gjoh festivale se ka qenë i mirë atëherë. Ne janë rregull pak. Mas 20 vitesh e kuptojnë që pëse qeni mirë. Po me këtë zhvillimin teknologjik kaq shpejt, ose që nuk mund të ndodhë ndryshe përveç se të zhvillohet e të evoluojë muzika. Tashi çfarë është kjo që po ndodh këto vitet e fundit me AI? Është mirë, është keq sipas këndvështrimit tënd? Se me AI po bëhet muzikë pafund edhe po kanë dalë ca aplikacione, të cilët është një aplikacion Suno quhet. Suno, po. Po, ai që ka bë dhe kontratë me Warnerin dhe me Sonin. Ndoshta që kanë heq, sipas meje kanë heq atë hallkën e mesit, producentin. Për shembull, është një që bën një këngë këshpia me gitar. Jo, ai kanë heq producentin. Atë është kompozitorin të shkruesin. Po, kanë heq autorin, se producenti është, le të themi, producent që ata që punova, ai që pagu. Ai që puno, jo ai që pagu. Ai që pagu që ju. Ai që pagu është... Ai është bosi madh. Producent. Jo, këto kanë heqë autorin, ose kështu pretendoj. Me thonë drejtë ka heqë gjitha. Nuk e di çfarë me thonë. Me 10 kredite Bokong, kupton? Po mirë, po... Bëjnë 1000 lekë. Shikat, këtu nuk është problemi Bokong, se mund bëjë në ty 10 kong pas i lekë. Po pra dakord, me ty jam dakord. Ti futja kot. Ja që ka tipa që janë pa aftë dhe pa talentum që mendojnë se kanë bërë kongë dhe problemi është çfarë do sjellë kjo në zhvillimet kulturore botërore, sepse nuk është problem shqiptar, ky është problem botëror. Kështu që nëse ku dion anglezët, po them as amerikanët, po anglezët do të kënaqen nga një për llogaritës a logaritmesh që mbledh ka një database për ku dijon 30 milion këngësh dhe gjej atje dhe nuk kanë nevojë më anglezët për mendjet e tyre tipit ku dijon çfarë mos fillojnë përmendje emra tash ta bëjmë listën për këtu e ke. Po, se ka sa dush. Nëse s'ka nevojë për mendjet e tyre, le të merren me Sunën. Pastaj Suno le ta martojnë lindje dhe ca suno të tjera dhe zgjidh problemin. Po atë njëjtën gjë le ta bëjnë edhe për librat, se edhe ato kjo inteligjencë artificiale me siguri shkruan dhe romane, se i mbledh ne sa ka miliona romane mund të ketë në database. Ke ChatGPT-n, piktura po. Çka tjetër?
Çka ka Çfarë dush ti? pikturë, Mund bëhet edhe filma? Po edhe pastaj filma njerëzit do le të marrin hujt edhe të rrifen nëpër rrugë me njëri tjetrin, se s'kan më nevojë për as për mendje, as për filozof, se ato mund bëjnë dhe traktate filozofie, çdo gjë mund bëjnë. Sigurisht i zhvillimit teknologjik ti do t'i pranosh se nuk i kundërshton dot, po nuk jam i qartë si më thon se çfarë do të çat mirë do i do sjelli. të arrijë bota me këtë. Jo Shqipëria, jo s'ka lidhje me mua kjo se ai muzikë popullore shqiptare do bëjmë muzikë popullore, ai s'do t'ime i botë. Po, no, tamam, po. Ne e sillim problemin, po si Dhe vërtet me testuar sunë me muzikë popullore. Bota ku do shkoj? Kët nuk e kuptoj, nuk di me të thonë. Nuk e di. Po sigur shkel vija kuqe Nuk ndoshta. e di. Është e çuditshme fakt, është fazë kështu tranzitore që Shumë e çuditshme se deri këtë pikë ka as teknologjia si herë. Mund të fut, ku dëgjon nga shiriti, mund të bëhet digital, mund të fut kompjuteri, mund të fut sa aparatura Kjo kështu, ka po qenë shumë kjo është për te. forcyese si fazë. Se edhe Hap shumë i gjatë. se ka ca që thonë jo se të ndihmon, se diskutojmë edhe me shokun. Ne ai mund të ndihmoj mu se ai mund të më çoj mu sepse mund t'i fus diçka që unë e kam bë, edhe ai ta mori ma bi 100 variante tjera. Po. Po ka jo. Që kjo puna krimtaris lidhet dhe me specifika personale. Dhe i bie që unë bëhem, si me thonë Fredi, brazilian për shembull. Shkon. Ose ti kinez për shembull. Edhe mund të shkoj. Sa i merr një këngë kineze ta propozon ty, ta ngatron me atë tëndën edhe ty të pëlqej ajo. Jo, nuk është problemi këtu, sepse këtu është çështje morale. Specifika lidhet me formime Pikërisht bravo. specifike, lidhet me këndvështrime, nuk është ajo. Po dikush tjetër do hyj të përfitojë, një i pa aftë që zit bëzë gjotë dhe i pëlqej një nga versionet që do japë ajo sepse funit ai jon e ka në xhep, kupton? I vjen ai s'ka rëndësi fare, ai është si më thon më i parëndësishmi. Në aspektin personal mund të jetë i rëndësishëm sepse unë ngel pa punë, ti ngel pa punë, po e lemtë, nuk ka rëndësi. Unë po e shoh kështu si më thon një këndvështrim çik më të largët. që nuk hy dot në thellësitë shpirtit të atij që krijon. Kultura botërore nga futja e këtyne aplikacioneve, e këtyne përllogaritësve, seleksionuesve shumë të shpejt që truni njeriu mundoi ku dijon 10 vjet me zgjedh me i gjet ato ku e bën për 10 sekonda ose kanë atë database motor kërkimi, pigjën ato dhe Mishmash është ai në fakt, mishmash. edhe propozon nga ato zgjedh disa të propozon për shtatje me ato kërkesat e tuaja. Okej, po bota çfarë fiton nga kjo? Kjo është pyetja ime. Çfarë fito njerëzimi nga kjo? Nëse unë mendoj se të shkurton pak kohë, për shembull, kur je në fazën e kompozimit një këngë, nëse ke një demo për shembull me kitare, ai të shkurton pak kohë, të shkurton atë kohën kur ti nuk e di se çfarë ritmi ti fusësh këngës për shembull. Dhe nuk e ke marrë, domethënë të shkurton Ti kohën. demo ty edhe ti Të shkurton kohën e programimit baterisë, po themi, të basit. Problemi është që kënga jote duhet të ketë atë ritëm që mendon ti. Po. Sepse ti kështu krijon profilin tënd. Nuk mund të ketë ai gjen ai aty në ritmin që mendon një afrikan. Jo, e drejtë, e drejtë. Po them ritme. Exageroj kështu për me po them ritme që kanë lidhje me rrymën. Pyetjen. Ritme që kanë lidhje me rrymën tjetër, kupton? Are, unë e marr vesh atë që ajo si më thon të ndihmon Po, të shkurton pak fare kohën. Nuk e di. Ose është një konsult me stafin që mund të ketë një artist, ai është stafi jot, për shembull do flasësh me bateristin si mendon ti, nuk pyet baterisin, po ti e bëj 10 alternativa. Në stafin tënd ti stafin tënd e zgjedh ato që mendon ti sipas asaj që ke ti idetë tua. Po, state mënyrë state gjithë. Gjithë ato nuk e di, kjo është fillimet e veta të shohim ku do dalin se për diku janë nisur me këtë. Po, normal. Dhe problemi është vetëm për sosën ditës. Ky është Po pra, po funja funit unë them se nuk e cënojnë live-in nuk e cënojnë dot i herë. Normalisht, edhe nëse ti e merr nga Suno, merr një lloj orkestrimi që ka bërë Suno, ti do e ribësh. Nëse je artist tamam, do e ribosh nga fillimi, do bësh baterinë live, instrumentat live, do ribosh idenë që mbase Suno të ka dhënë, të ka animuar me dhënë një ide. Po live-in s'kan për ta zëvendësuar dot, se normalisht siç thamë edhe përpara, frontmeni, këngëtari do dali ka për të nuar, s'ke bë me AI. Kjo live okay mund të jetë më i mbrojtur, po. Gjithsesi edhe për të kthyer realitetin shqiptar, dakord, folëm në përgjithësi. Po realiteti shqiptar për shkak mund të vinë raste që bëhet konga nga fillimi deri në fund me AI dhe të vjet konkurohet ty në festival, kongë magjike, nuk e di, del boy videoklip, bën albume i tjetrin, kupton? Edhe rrjedhimisht ai është konkurrent në treg pastaj, kupton?
Edhe këtu është pikpyetja e madhe, pastaj ku ndahet puna reale e një artisti me ato e përzgjedh publiku pastaj, se normalisht ajo shihet që është muzikë bëme me AI, se duket se s'ka fillim. Shef ti po. Po pra publiku po thën. E ka ndër publiku. Se dia kupton publiku ose kupton publiku, kjo është dilema më e madhe. Kjo është dilema. Se nuk e besoj që arrin të kuptojnë. Mendoj që kjo është edhe kërcet. Pak në realitetin tonë, që do kërcasi më saktë. Edhe do kërcasi fuqishëm, kam përshtypjen. Se edhe ne kemi një gjuhë njerëz vërdall, se në këtë komunitet jemi që ka filluar me eron shkurt, kupton? Ashtu, po patjetër. Mos them se të shumë këngë që kanë ardhur në festival të madh, janë bërë gjitha me suna. As nuk janë lodh fare me bori orkestrim. Kështu që kanë përdor ato koret e sunës, tastierat e sunës me algoritme mrena me ato frushiot që kitarat kështu, herë janë herë s'janë, tastiera pa lidhje. Po pra, megjithatë edhe sikur shkojnë në festival, prap do dalë aty me orkestrën, do hyj ato orkestra madhe që thot profesori etj, do keti zhvillim tjetër, po ajo të ka dhënë tekstin, ka dhënë vijën melodike, më kupton? Që për i vërtetës shpesh herë dhe shumë të bukura. Edhe të frikshme. Janë të frikshme ngaherë. Edhe si të shkojnë mene, mu i ka shku mene këtit. Se di për zotë se kam provu një herë. Po do të mendosh se janë gjëra të vjedhme, janë gjëra të marrme nga një nga një arkive madhe që ka marrë në internet ose në YouTube. Ai që ka krijuar sunon. Ato mos jenë ashtu. Por gjithsesi janë kombinime. Po, kombinime shmishmash. Nëse tregu muzikor përgjithsisht në botë ka shumë vite, pak në 20 vjet që është bëu fast food në gjithë botën, kështu që thjesht pra nuk ka më këngë 8 minuta, 7 minuta që ka një koncept që zhvillohet, bie, pastaj zhvillohet prap. Tani mesatarja është 2:50 minuta. Dhe janë gjithë shumë, jo të gjitha, sigurisht, por shumica janë fast food, ku dëgjon çfarë them Britney Spears, po ja fuskot në 2 mishin, kupton? Dhe ai ka zëvendësuar këtë, mos ta bëjnë këtë fast foodin manualisht, që ja mund gatshëm, sepse aq mund bëhet, besoj se bën muzikë konceptuale. Martin shoku, një ndër producentët më të madh më të mëdhenj botë. Unë nuk e di, se kam provu. Me siguri kur bën top se s'bën dot. Për momentin nuk futi këngë si Michael Jackson. Edhe bën ai. Mirë pafshim. Iku Quincy Jonesi. Iku Quincy ka iki shkretë. Profe, kemi shumë dëshirë të flasim çik për kohën e ethëve. Si erdhi ide pikërisht. Ke nostalgji çik për atë periudhën, profesor? Profe ai hekur aty që i bide tavolinës ditë për jashtë. Shigjës kanë filluar këtë nostalgji ta lasë është një keqe, ja. Po periudhë tjetër më sa 20 vjet sa e mbo. Sa bon 20 vjet po? 2004, 2003 diçka kështu. 20 vjet po 22 vjet. 20 vjet. Iqmeja ka qenë Adin apo të Adi, Vile Majmun kanë taku Adi krasa me Palin. Pali kukën i ditë, du të bëjmë një kështu. Unë i pa shumë mirë, më thash. Edhe se kuptosh, në fakt... Se s'kishë, si shë bëmë më para? Shte atë edicione parë, kemi argju shumë kohë. Me thonë, maj mend që atë të parë ne kemi po në Korçë, ne kemi shku 5 ditë parë në Korçë. Pali, Adi, Zerina, unë. 5 ditë. 5 ditë, ne kemi hyrë. Jo në gjitha shkollat, në gjitha klasat. Nëse shkoj që të vetë, do më thënë, bërë scoutin... Gjimnazet, gjitha klasat. Çdo gjimnazet. Klasë për klasë. Aty zgjidhshim, pastaj kemi një jute, që ishte shtëpia kulturë, sa një aty. Shtëpi pionierë, pashku ke shtëpia të Misë Gërmeni këtu, mas bibliotekës direkt. Aty një pundim shfajme sa ishën 100-200. Që konkurone, që dilën aty. Po, aty, po kështu kemi bon Elbasan, shumë shku tjetër, pastaj këtu në Tiranë s'ishte nevoja, se kur i kemi lajmëruar në Tiranë, kemi gjetë muzeon kombëtar të rrethuar me njerëz, do të thonë me tingje të shi, shohin targën aty në gjithë. Edhe si më thonë, kemi hyrë 15 kaçë, kemi thirr policin, ka ardhur policia që na ka hap korridor me kalu. Edhe si më thonë, do shumë shpejt morën, le të themi, patëm një impakt shumë të madh dhe shumë të shpejt, çuditërisht shumë të shpejt. Se kishit imagjinu kur që mund të kishte atë impakt? Jo, absolutisht jo, kush imagjinot atë. Edhe ato të parat pastaj ishin shumë tepër suksesshme kështu. Jo vetëm Shqipëri, Maqedoni, pjesën shqiptare, Kosovë.
Po bukur do këtë qenë si eksperiencë kam përshtypjen. Eksperiencë e bukur ka qenë për ato Edhe që me do janë televiz- lodh nga mëngjesi duke dëgju, ças kanë dëgju. Po kur hikën lodhe pastaj kur kujtohesh Ka qenë shumë e bukur. me pa talentet Ka meme pa fund burg, kanë lënë meme pa fund ato kalamaj që shkoshin me gnu aty për ngelin sot e kësaj dite po të shoh hapësh Instagramin është plot. Po. Kush s'ka stilu, vetë profesor. Ja kanë mamen njëri se filloi edhe tallesh me kalamaj pastaj. S'ke çapo, s'dika me gnu, hajt tallemi çik. Po ato talentet profesor besoj se Shqipëria ka që vendash, se mund të kesh për talentesh me shumicë siç ka qenë për shembull fillimet e ethë, e kupton? Ja më ka. Kudo Ka, ka. po. Po çdo vit vjen një brez tjetër që lind apo. Çdo vit. Ka që nuk ndjehen gati një vit, vin vitin tjetër. Po. Ka sa të dushme? Se për ne të shumë në raportin me talentet se ju jeni prezent edhe kompeticione që zhvillohen për talentet e reja që kemi qenë dhe bashkë. Mendon që çdo vit realisht çdo vit Po, mund të ketë talente këtu në Shqipëri? Ka. Kudo ka. Dikujt i jepet mundësia, dikujt si jepet mundësia. Po, drejt. Talent është i prirë që ti ke në mënyrë natyrale për jo. Sigurisht futbollist që mund të ketë njëri që mund të ketë fëmijë që ka shumë talent për futboll, mund të ketë edhe mbrapa i mali atje. Po. Pas ka sa i nofta gjithë jetën e vet nuk shef top me sy. Po, drejt. Ose s'ka pa futboll ndonjëherë. Nuk ka Ashtu lind. Ato duan kushte që të zhvillohen, duhet t'i japësh shanse, t'i japësh mundësinë, jo vetëm zhvillohet, po aq më tepër to që kanë lidhje me art, për ashtu edhe të promovon që ti shohë dikush, ti marrë tjetër të bëj. Edhe ky është problem vetë, kjo pjesa e promovimit, se merr pjesë talent show këtu dhe pastaj marrë të marrë dhe jote pastaj se kaq vendash ka Në mungesë këtë rast gjithë këto talent show që bëhen janë shumë të mira, sidomos për këto njerëz që mund të jenë diku në një zonë thellë për shembull që s'kan pas mundësi dhe mund të kenë mundësinë që të keni mikrofon. Ka shumë vështirë për me. Kështu që unë jam Edhe mund shumë ta pro. gjej, po Do i duhet shumë kohë. Do i duhet shumë kohë. Kështu që janë gjëra shumë të mira që janë bë. Dhe shoqyrë që u rikthyn se kishin një periudhë fjetje një 5 vjeçare më duket, që s'u bote më as Voice as X Factor as Got Talent këto që bëhen në Shqipëri. Dhe shoqyrë që u jo rikthyn. shumë mirë që bën, edhe sikur mos vazhdojnë ato, si më thon, shkojnë, knojnë me u marrë me art, me u marrë me sport është një gjë shumë e mirë për zhvillimin e të rive. Po, shumë e drejtë. S'do të thotë ajo të vazhdon apo s'vazhdon ai. Kanë eksperjenca që i krijojnë aty, marrëdhënie me tjerë, me shok, me shoqe, janë gjëra shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Edhe shumë mirë që bëhen. Pastaj herë janë më të suksesshme, herë më pak të suksesshme, se zot thotë ajo nuk është. Sa ke pas sa ke nxjerrë profesor? Me qindra talente. Ja, I kanë nxjerrë. Përgjithsisht janë mirënjohës, zakonisht këto artistët kur bëhen dikush. Përgjithsisht plas. Po. Në raport me. Përgjithsisht kanë marrë të mira me të gjithë edhe. Si më thon. Mamen kompozimin e parë, profesor? Çi ke bë? Tashi e çove. Zyrtarisht. Jo, po them të parin Kemi tënd. vesh një telefon të bëj, të më duhet kalkulatrishe atë Sa vite. Kompozimin e parë zyrtar, nuk e di sa kam qenë 19 vjeç këtë. S'kam qenë në shkollë, Çfarë do të thonë zyrtar, që ka qenë me një kompeticion? Që ka dalë kompeticion, po. Që i është faq publik. Sa kam bëu më përpara, po një që ajo u qujt si pjesëmarrje më serioze, që e quj unë, pa ta bëj kanë kalamajsh më dieta ajo se me ato filloi. Aty në festival Tiranës, aty pastaj e morën poshtë dekadat e majit atëherë, nuk di, mani me dekadat e majit. Kena një gjuhë, jo. Kena një gjuhë, unë si majmen. Në 84 janë po si majmen, unë nga Rësheni. Edhe dekadat e majit ishën poshtë një 10-12 dita, 15 ditë në teatrin e operës, se opera ishte atëherë, nuk ishte si ishte për pallati Kongresit pak akoma. Më fjalë për 79, çka kështu. Edhe ishin trupat profesioniste që kishin nga një natë koncerti, ishin edhe trupat amatore, le të themi të këtyne ndërmarrëve të mëdha që kishin mira punojës, kombinat tekstil, traktori, që kishte talent aty. Boshin prova ato me muj të dorë. Po si ishin nga puna se partia do të edukoshin masat për propagandën. Ashtu, edhe ato kishin koncerteve, kishte edhe pallati pionerëve. Edhe aty nga festivali Robert Radoja ishte atëherë në Pallat Pionerëve. Ai u knu kjo këngë, kjo dhe i këngë tjetër, 2 këngë ishin në këtë koncertin në Pallat Pionerëve, apo edhe një 2 me korre kështu. Atëherë më dhanë mu një çmim inkurajues, si mu nuk gjos, se thash kush mirë, po mu kalamon 19 vjeç aty varja, kupta.
Mua unë ka ngel kështu si... Jo, është e mirë, është gjë e mirë, në fakt. Jo, janë gjona që, si me thonë, ajo si ishte kur gjo, kupton. Shënjojnë dhe me I thënë. kanga aty, putja. Po ato janë gjona që, si me thonë, për atë janë një shtytje, kupton. Po. Se duket sikur të qundi kush u qeka dhe ky, më mirë futu dhe ja ne ka fut, shkoa ne ka fundi, po hajde Futu futu. të pak. Do është pikë, ka rëndësishme në histori që ty bë me morë dhe vendimin me vazhdu këtë rrugë. Po, Gjatë jetës tonë. gjona që ndikojnë. Po kështu prova në shtëpi, si ka qenë situata në raport me muzikën, kur ke qenë i vogël. Jo tani se tash. Shtëpi, Do të thënë, i mat ka qenë kanë shtype apo inxhinier elektrik. Nona ka qenë kështu ekonomi, financë. Ato s'kan pas lidhje me muzikën, po më kanë marrë. Kanë shumë pallat pionerëve që Që i vogël, po. Se ku unë i bisha këtu në Serrat në po kishin me qejf që ti vazhdoje me muzikën apo donin ndishën e profesion tjetër? Ja, i mat nuk dote. Pilon kur kam marru klasën e 8, ai profesori kam pasi profesor fizarmonik. Unë kam studiu fizarmonik ose ja. Po. Edhe ka qenë një Faik Dalibi, profesor i jashtëzakonshëm. Jepim mësim licei fizarmonik. Ai u taku një 2-3 herë me ti mat, insistoi jo sillën e lia, ata nuk e çoj thot se mendote mos me u profilizoj, sepse po shkojë në lice një kuptim u profilizosh, Po. U ditë rruga. Spektri. Edhe domethënë në atë periudhë kur vendimin duhet ta merrte, ai nuk më la më shumë në shkollë muzike, edhe mirë bani. Njëta Edhe unë kam bëj gjimnaz. histori si unë, edhe unë, njëta gjë. Po, unë kam bëj gjimnaz. Pastaj kur mbarova gjimnazin, aty ishte momenti që të vendos shumë. Vendose vetë pastaj. Priti. Erdhi mosha. Ai prap. Nëse nuk më vuni kushte, po insistoi, se unë kam qenë kështu, si më thon, me këto lëndë matematik, fizik i kisha, nuk është se kam mësuar shumë, kam mësuar Mesatar. i çik më pak se normalisht. Po sa gjona nga herë i bot trunin vetë, kupton? Edhe mund të shkoja ku doja fakultet zgjidhja tak se kisha rezultatet maksimale. Po s'kisha qef edhe pastaj zgjodha me shku për kompozicion. Ai insistoi, po shif se është profesion. Se kishte qef. Ai nuk ai nuk kishte fajin, rregull kishte. Se thosh ne kemi qenë, le të themi, suport nga pushteti i kohës nuk kishim, kishim çika të pipthin e Këtë tërheq. tërheqjes. Kur fryte goma, të shkruajtë. Edhe thotë të paktën duhet të jesh i Zotit, por se këto thotë kjo që do ti, kjo është profesion delikat. Do duhet të jesh shumë i Zotit, jo se si do e shtysh. Rrugë mesme s'ka. Se si do e shtysh. Po kur unë thash jo se, okay. Edhe pastaj u futa kam konkuru për kompozicion, që i kam bërë shkollën. E vazhdu, pa pastaj normalisht si gjithë tjerët. Po me fëmijët e tuaj, që Jo, unë kam miqët e Genti. jo se ti mund dekonspirosh, mund dekonspirosh. Jo, unë po të pyes, unë s'plas fare. Unë çfarë thosh ti? Okej, do të. Unë ato nuk i kam detyru. Se unë të vej ty këto përpara, edhe ti shkoj e kap, e more vetë vlla. Po nuk është se ja ke lënë ti përpara kështu që ta shohim. Jo, bile se kam lënë as përpara, unë si kam lënë përpara kur gjë. Unë kam bë punët e mia në shtëpi. Nuk kam pas instrumente, Se ja afrohet çuni Po tasierës. mirë, Jo, nuk është fajë, jo fare. Nëse zgjedh aty ne. Si mendoti që unë e detyrova mua? Jo, po pyesëm, mos mendova. jo. Unë pyeta. Unë thash mos e ke thjesht, mos e ke vënë para syve shumë me stil. Jo, ai ka laj hyte në studio. Gjergjin e duam fort, dhe kemi shumë shok, është super Gjergjin instrumentist, superstar. super muzikant, gjatë shumë e mirë. Me duam. Si ndje, unë e di që ti tash je shumë kritike, ti nuk e thu fjalën e mirë. Jo, se Ashtu. Do të pyesësh Gjergjin për këtë punë, se kërko Po jo, edhe në raport me Gjergjin, është më pëlqen kjo gjë sepse e le. Pra nuk është nga ata që hajde të keqen babi ose të keqen shoku çncika që ku më dhon dorë, po e meritoi. Ecën përpara dhe i ka dur të zgjidhme dhe unë e kam pa gjithë procesin e rritjes artistike të Gjergjit dhe kjo gjë ka ndodhur, kupton? Fredi as ka ndryshyer, as po mirë, të se ka nisën ka gjë që nëse ke prirje të mjaftueshme për gjë. Tjerat janë punën do ta bësh vetë, jenë mjedis në përshtatshëm, marrëdhënien ai do ta ndërtoj vetë. Pikërisht pra. Me kjo ka ndodhur, apo sa do që them u dy. Ajo është, si më thon, lëvizja parë.
Se mirë, po të them unë ty që ja, shiko, okej, bukur. Po. Pastaj ai le të themi nuk i përgjigjet kërkesës, le të themi duhet të ketë sjellje tjetër, çfarë do t'i bëjmë këtë gjë? Jo, normal. Do të krijoj ga vetë në vetë, Se do të dhe ti bëj nuk vetëm. mundesh më këtu, Alfredo, shiko se kështu po tash, se kështu që çdo njeri e ndërto vet, le të ketë dash të ketë support, dash mos ketë support. Ajo është Do vi momenti që do ecë me këmbë të vëlla. Shtysa e parë. Po shtysa e parë në raport me të tërën është është shumë pak si më thon, nuk ka lidhje, nuk ndikon, është momenti i parë. Pastaj gjitha marrëdhëniet të ndërshmet, sepse kjo është marrëdhënie direkte, ju dini shumë mirë. Po. Jo vetëm direkte, po edhe është vetë profesioni që je. Si më thonë, unë edhe duhet them ty si duket kjo që kam bërë unë dhe pastaj po më thej ti gjë që mu s'pëlqe. Ajo që Ja, është drejtë delikate, është tamam delikate, po. Në fund ato çdo gjë duhet ta ngrej vetë, kushdo qoftë, e kupton, s'ka lidhje, po le të themi fatmirësisht është gjend në ambiente të mira, në shoqëri të mira, me temp të mira. Ai gjë është fazën sot që shkëlqe si kur bën rolin e producentit, t'i japësh i projekt. Unë e kam provuar vetë projektet e mia. Po unë s'kam punuar asnjëherë me Gjergjin. Ja Rock the Dictator e kam marrë në dorë dhe e mori vetë, e mylli vetë. Domethënë është gjeni. Si një instrumenta, si producent, si frontman, këngëtar, me bandat e vetë që ka pasur, po edhe solo. Gjithë do të arritet çunit tat. Ti vetë mund ta thush se si ndjehesh, Nuk do të se ke thonë publikisht nuk e thot se e di se do shohë Unë mendoj Gjergjin. që çuni im duhet ndjehet mirë. Të thash se do. Po ne tentove ta pyesë se. A the që e ka rrugën e vet, a e the. Po, mendova se mund ta nxjerr nga goja një. një. Po s'kam rrugën time. Duhet më vëllai dash. Jo, shumë mirë. Ore, shiko, për nisur ka dhe jo që më thonë ka disa gjëra që kanë shumë rëndësi përveç dhënave që ke punë si bën, ajo është punë personale dhe le të themi përpjeket çdo njeri në këtë botë i bën. Ashtu siç e mendon ai, kupton se si më thon, unë mund përpiqem siç e mendoj unë, ti mendon që unë s'po përpiqem, po unë po i bëj këto lëvizjet e mia. Dhe ka herë një duhet të kesh edhe fat mërpuri thotë. Po. Duhet të kesh fat njohësh njërin, të njohësh rënisin, të njohësh sepse mund mos i njohësh mërkur. Po di këtë apo jo? Shumë e drejtë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndodhesh në ambiente që nuk të çojnë mbrapsht, në ambiente që të shtyjnë përpara. Është shumë e rëndësishme. Unë kam fjalën për gjithë këto, le të themi shokët e Gjergjit apo shokët e mi apo se në të njëjtat ambiente qarkullojmë. Fatmirësisht qarkullojmë në rrjetin artistik. Kështu që çdo gjë ndikon. Nëse unë arrit diçka, nuk jam vetëm unë, nuk jam në shërdoshëja ku komponuesh, është edhe ai që më ka shah. Edhe ai ka ndikuar që unë të shkoj atje. Patjetër. Se kush do të kishte shkuar mirë, domethënë çdo gjë, i gjithë ambienti influencon ato që çdo gjë që ndodh. Ndikon ke rruga jote. Ndikon. Kështu që e gjithë kjo bën pjesë në fatin e njeriu, një pjesë ndikon për mirë, një pjesë jo për mirë, ama e gjitha është që ti arrin atje, sigurisht le të themi ajo impenjimi personal një determinant. Determinat, sepse ai që është i Zotit, një mënyrë një ta bëj tjetër, ai do i gjej rrugë, ai do të çaj, do të thonë, okay, nuk do të mundet rastin e parë, 2-3 do humbi më shumë vite se sa një tjetër që qëllon më me fat se sa ai, por ai aty do të arrijë. Por ama e gjithë ajo që çat rrethon përfshihet veten është shumë e rëndësishme, është pjesë patjetër. Pjesë e arritjes gjithsesi artistike, po, shumë e drejtë. Provoj këtë fazë që je tani. Çfarë bën me më shumë dëshirë, po them pjesën e drejtuesit që merret me organizimin e evenimenteve muzikore që i diskutuam edhe gjatë kësaj bisede, apo ke qef më shumë të merresh me kompozimin studio, me prodhimet në këtë fazë ku je më rehat? Në këtë fazë ose në gjë tjetër, ëse? Në këtë fazë përtoj të kompozoj. Çka kam qef me po, me orkestrupa. Se gjithmonë është, më duket kështu si ekuacion matematike, shumë është duk gjithmonë orkestrimi e çuditshme. Si më thënë, më qef kom pas me orkestru, sigurisht ja ka në koti, Ka cakon që s'ke që i bëfa. E shë si që logike dhe me thënë. Ato të thejnë një stres. Se e di si është kjo punë, të shi ju e dini, po më pësit po bëjmë.
Kjo është sikur ti je avokati dhe ai klienti jot jo vetëm që e ka bo krim, po s'ka pas asnjë shkak me bo. E kom pa gjithë. E pranove vetë. E ti do ta mbrosh. E ti tash duhet ta mbrosh. S'ka fajkë. Çfarë ti bosh ti? Ato dalin notën kur fle, truni kur kështu është se çake kur jetu kënuat kom. Fantazma. Po le të themi këngë që kanë. Që e vlen. Bile tash tamam duket që si më thon ka filluar me kuptu që duket se tash po e kuptoj se si duhet më orkestruar. Njeriu gjithmonë kryp Patjetër, është procesi s'na lo kur. Autolarje trunit. Po ajo që më pëlqen tamam më shumë se të gjitha gjonat është si më thon të orkestroj dhe kemi orkestra të mëdha si kjo festival përpara. Kjo është pjesa më e bukur e vitit. Që të dëgjosh orkestrimin tonë. Jo, nuk është puna me një gjusë, unë një gjoj studio së herët më doj qefi, se kemi të janë gjithë. Jo, ta shumë është si por akti i prodhimit se si formzohet aty, është gjë e bukur, fakt, është shumë gjë e bukur. Është fantastike. Unë s'harroj kur regjistruam harqet, sun harqet e këngës mall, pas që mora pjesë festival. Po, nuk e harroj kur regjistruan harqet. Ashtu? Se harroj kur, ka qenë një emocion shumë i madh. Dhe ato harqe i kisha pikturuar vetë me VST, ke parasysh kur i shef të luajt me masisin transkriptu, i shef të luajt me nga orkestra e madhe, ke me të vërtetë emocion. Një gjendje komplet tjetër. Është po. Komplet tjetër. Se janë shumë veta të cilët japin dorën e vet, japin feelingun e vet. Po shef që materializohet ajo gjë që ti ke krijuar me. Prandaj ato po gabim të vogël, është fantastike fare. Kjo është pjesa që pëlqen më shumë. Tash, ka ca kohë. Shumë bukur. Me mërë më orkestra. Profe, shumë gjigant. Shumë faleminderit. Faleminderit që erdhe. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit. Nëse ke dhënë mesazh për këto të rinjt që sapo kanë filluar me marrë me muzikë, çfarë mesazh? Po, më varet tash e kanë për hobi, e kanë për profesion, se ndryshon puna, s'ka lidhje njëra me tjetrën. Ata që e kanë për profesion, që pretendojnë ta kenë për profesion. Pastaj varet si ecën. Një gjë herë. Ato që e kanë për profesion, ato herë duhet të kenë vullnet të fortë, shumë të fortë. E ju dini sa orë mund studioj violini, sa. Mira. Pa fund. Sa mëso violinën, ti them unë këshilla aty, futin një gjuhë të huaja, sa mësoni instrument, mësoni ja 5 gjuhë të huaja, i herë keni sigurta. Gjuhë e huaj për 2 vjet mësohet kaq. Unë s'po them po për këtë, po. Kështu që duhet të kenë vullnet. Por para vullnetit duhet të kenë, se po i fillojmë mbrapsht, prandaj po bëj kastile, duhet të kenë pasion. Se nëse ti s'ke pasion ai vullnetit nuk ma vëlla. Pasioni ty ta nxit dëshirën për të qenë i vullnetshëm. Por para pasionit. E treta domethënë e para pasionit duhet talenti. Se ti ki pasion sa dush, ki vullnet sa dush, po s'ke prirje mjaftueshme. Ty i ditë më vëlla, del përpara një mur, e disa metra? E thu po të shisi da boj me shku atje. Kurse vjej tjetri, pa i kalon. Se ka talentin. Po. Kështu që i herë duhet sigurohen që kanë prirje për atë gjë, duhet sigurohen që kanë tërheqje për atë gjë, dhe vullneti do t'i vi vetë. Për profesion. Për hobi, le të merren me muzikë gjithë ditën, i bo mirë, le të kënaqen veten edhe shoqërinë e vogël. Inshallah nuk çmeni ndonjë që ka afër, po e kënaqen atë. Edhe kaq. Hobi nga profesioni janë dy gjëra që nuk lidhen njëra me tjetrën. Por shumë gjëra fillojnë ka dhe gjë që po bëjmë humor, po. Shumë gjëra fillojnë kështu si tërheqje e rastishme dhe përfundojnë unë shumë kam filluar për qef. A shumë do të shpesh. Ashtu ka shumë, është një pjesë e madhe që edhe artistë shumë mëdhenj, shumë të mirë, shumë jo vetëm këtu, po në gjithë botën që fillon si rastisht, pastaj duke u rrit, duke kuptuar tendencën e se nga do të shkoj vetë edhe. Madje ndonjëherë kur ka shumë presion kur ti je i vogël, po them nga prindrit që do ta bëjmë patjetër këngëtar ose i vëmë mësues privat, që 5 vjeç edhe i fuzin një lloj presioni, ndonjëherë ato heqin motori rrugës. Ja, nuk duhet unë presione. Sigurisht ato le t'ja vënë ato gjonat përpara që ai shu, po jo se pastaj e dëmton edhe psikologjikisht, nëse nuk është një fushë pa përshtatshme për të. Shumë e drejtë. Kthehet në të kundërtën e vet ajo. Shumë e drejtë. Faleminderit profesor që ishe me ne. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Kënaqësi shumë e madhe. Dhe suksese. Faleminderit.
Njerëz bukur, mirupafshim, shihemi të Ja, bukur. në tjetër. Ciao. Ciao.